Rriten çmimet e karburantëve, benzina për 2,5 denar për litër, ndërsa dizeli për 2 denar. Me këtë nga mesnata çmimi i benzinit bëse 95 denar do të jetë 85 denar për litër. 98 do të kushtojë 87 denar, ndërsa 1 litër dizel 93,5 denar. Por në pompat e benzinës për shkak të zbritjes së oktas, benzinat do të shiten për 2 denar më lirë, ndërsa dizeli për 3 denar. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se nuk planifikon masa të reja për uljen e çmimeve të karburantëve dhe mbetet në fuqi vendimi për TVSH prej 10% për benzinin dhe 18% për dizelin, si dhe akcizat e reduktuara për 2 denar për benzinën dhe 4 denar për dizelin. Qeveria dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut dyshojnë se zbritja prej 2 denarësh për litër benzinë dhe 3 denarësh për litër dizel që e jep okta po keq përdoret. Sipas Mickoskit ekzistojnë indikacione se kompani me licencë për tregtim me shumicë të këtyre derivateve e përdorin zbritjen për rieksport jashtë vendit. Sipas kryeministrit, momentalisht po kryen verifikime nëse vërtet ekziston keqpërdorimi. Се разбира во зависност од тие проверки, така и како влада ќе реагираме, инаку проверките се уште течат. А за колку компании имате индиции дека извезувале? За најмалку една. Sipas Inspektorati Shtetëror të Tregut, me disa ekipe deri të premten do të kryen kontrolle tek të gjitha 10 kompanitë me licencë për tregtim me shumicë të benzinës dhe dizelit. Inspektorati do të konstatojë nëse ka shkelje, respektivisht praktikë të pandashme tregtare dhe mospërsëritje të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve nga ndonjë nga kompanitë. Për këtë qëllim, nga Drejtoria Doganore janë kërkuar të gjitha të dhënat dhe dokumentacioni për importin dhe eksportin e këtyre karburantëve në vend. Çfarë është e diskutueshme nëse kryhet rieksporti i karburantit me këtë zbritje? Së pari, zbritja që jep okta është e destinuar për tregun e brendshëm, respektivisht për qytetarët dhe kompanitë nga Maqedonia që duhet të ndjejnë drejt për drejt përfitimin. Nëse karburanti eksportohet me zbritje, kompanitë në tregjet e huaja realizojnë fitim shtesë, gjë që mund të krijojë konkurrencë të pandarshme madje edhe ndaj vetë oktas.